më pas, Dick Marty e riaktualizoi mediatikisht këtë temë përsëri me porosi ruso-sërbe dhe inicoi miratimin e raportit në Këshillin e Europës që detyroi themelimin e gjykatës për të hetuar trafikimin e trilluar të organeve. Pra, kjo gjykatë u themelua që të zbarë pretendimet për trafikim organesh me mandat nga 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor 2000. Kjo gjykatë u themelua nga vetë Kosova me qëllim që t'ja pamundson Serbisë që nëpërmjet Rusisë ta themelojë atë në Këshillin e Sigurimit, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe ta rikthejë UNMIK-un, ku Rusia ka të drejtë vetoje.